Mungesa e tregut, ndryshimet klimatike dhe mungesa e fuqisë punëtore kanë bërë që në disa zona të Myzeqes, sipërfaqja e kultivuar me shalqi të reduktohet ndjeshëm. Kjo situatë paraqitet edhe në zonën e Frakullës, e cila nuk është e njohur vetëm për kultivimin e luleshtrydhes, por edhe të bostanorëve. Sipas agronomit të kësaj njësie administrative, Erando Troka, nga 230 hektar, sipërfaqja e mbyllë me shalqi është reduktuar në 130 hektar. Janë reduktuar pothuajse gjysmë për gjysmë të mbjellat. Jo vetëm me shalqi, por dhe me luleshtrydhe dhe kulturat e tjera, me domate, me pjepër, me spec. Sipërfaqja vitin e kaluar ka qenë 220-230 hektar dhe ka shkuar në 120-130 hektar. Pothuajse është 50% në përgjysmim. Teksa ka theksuar se rënia e sipërfaqeve të kultivuara vihet e re në të gjitha kulturat bujqësore, Troka ka apeluar për të gjitha institucionet përgjegjëse të mbështesin fermerët në këtë situatë mbijetese. Duhet gjendur tregu t'i vishë në ndihmë fermerit, që atë mall që ai prodhon ta shesi, mos ketë probleme në shitje. Ndërkohë edhe në fshatrat e njësisë administrative Levan, sipërfaqet e kultivuara me bostanor janë reduktuar ndjeshëm. Janë marrë 4-5 veta, kanë ngelur 2 apo 3. Në këtë zonë e qarë. Kurse janë dhe në Bishan njeri, janë 4, na 6 kanë ngelur 4. Fermeri Enver Selama i thotë se nga 7 dënym që mbolli sezonin e kaluar, të vit ka mbjell vetëm 1 dënym. Ja, unë kam pas mbjell bostan, kam pas mbjell perime. Po kam pas mbjell perime me sipërfaqe të mëdha dhe me punëtor, me 10 punëtor, 12 punëtor. Sa i përket bostanoreve, 10 neve kemi dalë me humbje. Sepse tregu nuk ishte i përshtatshëm. Sa i përket sharqirit, kam pas sharqi vjetë dhe kam pas bërë me tip mikrosera, tunele që i themi ne. Unë vjetë kisha një 7 lymë, pak, po 7 lymë. Nuk pata interes fare. Edhe të tjerë që dëgjova që kanë këtu, që kishtë mbjellë. Kjo punë e çmimit ndryshon viti vitit. Janë disa vite edhe kanë marrë të ardhë, jo se s'kanë marrë, po unë nuk kam pas ashtu. Si vjetë unë kam mbjellë pak, sa për vete. Përballë kësaj situate, fermerët pohojnë se nëse qeveria nuk do të ndërhyjë me politika mbështetëse, kultivimi i bostanorëve në disa zona do të reduktohet tërësisht dhe do të mbillet vetëm sa për konsum familjar, ndërkohë që sipërfaqe të tëra do të mbeten djerr.